Landi gazetari vjetër që ka parë shumë zgjedhje në këtë vend, shumë procese zgjedhore. Po si kjo Landi është pak atipike për në hyrjen që bëjmë në editorialin që është një garë e çuditshme me kandidatë të çuditshëm, me përgatitje të çuditshme. Kush është i çuditshëm si kandidat? Po Arlindi, Ogerta apo Flori? Tani Flori është i çuditshëm. Pse? Sepse është i pavarur. Tani unë nuk e di si do regjistrohet në KQZ-i. Detaj po, që se di mende atë, do mbledhi firma apo do ta regjistrojë Partia Demokratike? Zoti Rama ka qenë, nuk ishte antar i Partisë Socialiste, dhe ai ishte i pavarur, por atje ai u regjistrua me logon e Partisë Socialiste. Tani kjo që ai shkon dhe nuk regjistrohet me logon e Partisë Demokratike, kam përshtypjen unë, mund të jem gabim, do t'i krijojë dizavantazh ka një problem, sepse kam bërë një ulumtim të thashë dhe shikoja të dy kush e ndiqnin Florian Binajn dhe Ogerta Manasiliun. Kush e ndiqte në rrjetet sociale. Dhe më rezultojnë që Florian Binaj, ai ka një armë të fortë, që janë gazetar, sociolog, aktor, artist. Mirë, se ka qenë aktor. Kjo është avantazhi i tij. Shikoja shumë pak partin aty, ndërsa reparti ushtarak Partia Socialiste, në rresht bënin lajk Ogerta Manasiliut. Tani kjo mund të komentohet si një avantazh, shiko se këtë e do ajo pjesa gri, po mirë pjesa gri, po pjesa blu ku është? Partia thuat, strukturat. Po partia të ngreo e la tani, kandidati pavarur, sa vota fiton Florian Binaj pa PD-n? Pa PD-n, sa fiton? Po mbase mund fitoj më shumë. Jo, kandidati pavarur, kështu pa partim fare. Sa do marri? Ai do marri pa aq vota sa që kanë marrë kandidatët e pavarur. Ka Agron Duk, ai Arben Duka, poeti i famshëm, ka qenë kandidat i pavarur, e dorim gjithë neve, bëri edhe një slogan se ishte kundër Edi Ramës edhe Besim Musafajt. O ti njeri që nuk nxjerr dot bukën, çe do Edi Rama, voto Arben Dukun. Edhe thamë ne qeshtim, ato ishte humor. Pa ai s'mori 1000 vota, 2000 vota, ikun në shtëpi. Mirë. Dgjoj, kjo vlen për tu debatuar kjo që thua ti, se sa mund ta thyej sistemi një kandidat i pavarur si Flor Binaj, sa pengesë reale është fakti që ai ka strukturat me vete të partisë apo jo, sa do ta ndihmojnë, sa mund fitoj si kandidat i pavarur.